Emnet pa fuqi, prap dashuria nuk shtetoj. Edhe një natë, edhe një ërë në nis your heart. Edhe një jetë, edhe një fatë, bën diferencë me pak imagjinat. Edhe një ditë, edhe një natë. Të Tiranës, më duhet të hap këtë ceremoninë ndarje pikërisht me ju, të dashur student, që i keni dhënë kuptim e jetë fakultetit tonë, profesionit tonë. Kur vite më parë ju zgjodhët të ndiqni studimet në programet e fakultetit tonë, me siguri keni pasur pasigurinë dhe hezitimin universal të çdo njeriu në botë që zgjedh programin dhe universitetin ku do studioj. Shpresoj që sot të mos ndjeni të zhgënjur për zgjedhjen tuaj të viteve më parë. Ja më çmuar që vendi ju ka dhe ne besojmë fort në potencialin tuaj për të sjellur ndryshim. Sot, le të festojmë së bashku arritjet tuaja. Le të festojmë përpjekjet e sakrificat, netët e gjata mbi libra, nga herë dhe mbi ChatGPT, dhe momentet e gëzimit. Pedagog, staf i Fakultetit Histori Filologjisë, të nderuar dekan të Universitetit Tiranës, të ftuar, të dashur student, të nderuar prindër. Sot është një ditë e veçantë që ata që i kanë mbështetur në të gjithë përkushtimin e tyre në këto vite studimi, kështu që një uri shumë të si ministër, besoj se s'është kostu ministri. Ta jo tha, e veshta, ta japta ta veshësh si një profesoreshe Universitetit të Tiranës. Kështu që unë do ta ndaj këtë moment me ju, jo në cilësinë e postit që mbaj sot, që është kreti përkohshëm, si çdo post, po në cilësinë e misionit që është i përhershëm të profesionit që është ai i pedagogut që kam bërë tërë jetën time dhe me besimin që një ditë do t'ju rikthehem prapë. Kështu që shumë faleminderit dhe nuk më kalon pa emocion ky moment për shkak se në sallë, sepse janë ata që ju kanë besuar në ëndrrën tuaj, ju kanë besuar në zgjedhjen. Është një moment shumë i bukur që duhet ta shijoni dhe padyshim mund të them nëse më lejoni një këshill që në fakt puna nuk mbaron tani, puna tani fillon, sepse deri tani keni pas një kohë pafund. Shumë urime, shumë suksese ju uroj shumë shëndet familjeve tuaja dhe mirënjohje shumë të thellë për kolegët dhe pedagogët e fakultetit të Lule kështu në publik. Dhe do të edhe një gjë që e themi në Gjirokastër, se djetë që unë e kam për zemër, se sonte në këtë fakultet, tamam gjaku shqia pa u bë. Faleminderit shumë. Ishte një surprizë vërtet e bukur. Në një vend që ndodh që edhe ëndra thyet, por unë besoj që ju jeni njerëz që do të vijoni të ëndroni dhe ajo që unë do të ftoj në skenë, në fakt është unë janë të mërësisht emocionuar besoj sot. Po më duket një mision në fakt i vështirë. Por do doja të ndaja me ju dy gjëra që mendoj janë të rëndësishme. Njëra nga këto është krenaria dhe ndjesia. Doj që përfaqësoj të gjithëve ku them që jam mirënjohëse shumë Universitetit Tiranës, jam mirënjohëse shumë Fakultetit Historisë dhe Filologjisë, ai emër i rëndësishëm për cilën folën edhe. Faleminderit shumë Jona, faleminderit për këtë fjalë plot pasion dhe entuziazëm. Studentja këtë vit nga Departamenti Gazetarisë, e di që janë shumë, po Jona u zgjodh thjesht sepse ka bërë një intervistë me Edi Rama. Nuk kishte arsye tjetër. Universitet nëntorin, që pas 2 ditësh do e festojmë të gjithë këtu. Edhe kjo ishte një ditë e shënjur, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për mua, se më mbeti, domethënë jo më mbeti, po më lidh gjithmonë me Shqipërinë dhe dëshurinë të familjes time, edhe mundimet, edhe dëshurinë të pedagogëve të mirë. Edhe unë duhet të falenderoj profesorët Markut, profesoreshën në çdo gjë që bëni, shumë suksese. Edhe nga zemër duhet të falenderoj edhe prindërve tanë që në kanë ndihmuar, në kanë përkrahur, në kanë dashur, edhe në mënyrë profesionale, mundimet që të bëjmë ajo që jemi. Kisha shumë ide për të folur, po nuk ishte të gjithëve,
Shëndet prindërve, familjarëve, edhe uroj çdo që të bukur që E mbrojtur me dije dhe vizion në auditorët e Fakultetit Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, si dhe për frymën e bashkëpunimit që apërçon me përkushtim në thellimin e njohjes së ndërsjellë ndërmjet diplomacisë kulturore. Profesor Mark Marku, urime, ditë ceremonie, kështu që kemi një certifikat që i dedikohet Stefani Andrea Stefani. Nuk e zgjodha, profesor. Nuk e zgjodha. Po s'është për të ndjerë keq kjo. Jo. Se ka lëndë shumë të mira departamenti, prandaj. Më vjen keq tani. Që po ta them. Por kur hyra në arkeologji, studimor ka qenë mjaft ndryshe nga ai që është tani. Unë vija nga liceu artistik, në fakt për muzik, por dëshira ime ka qenë që unë bësha restauratore e pedagogët, të cilët kanë qenë mjaft përgatitur për këtë lëmë akademik, edhe i falenderoj. Faleminderit shumë Stefani, të thënë bashkohesh dhe të kujtojmë që arkeologjia është për diskutim një nga departamentet kryesore. Të bashkohet në Sienë, bashkë me studentët dhe departamentit, një nga figurat më të rëndësishme të botës akademike shqiptare dhe një krenari e vërtet për komunitetin tonë universitar. Akademik, profesor, doktor. Të laureuar, kolegë të departamentit të gazetërisë dhe të komunikimit, e kam për detyrim që të bëj një sqarim. Unë dua t'ju them që këto certifikata që dorëzoj dhe ju se ju keni në dorë opinionin publik të vendit, keni vlerën më të madhe të demokracisë, keni informacionin masiv dhe informacionin përgjithësi për ta çuar bashkë me ne deri në fund këtë projekt. Faleminderit. Atëherë, po lexoj 2-3 certifikata të studentëve ekselent, kanë të tjerë. Faleminderit. Është Guriola këtu, këtë buqetën me lule është një vajzë e vogël e cila e solli për të. Guriola? Guriola, okej, mirë. Dhe ja një çudi, një rastësi e bukur do të thoja unë. Më japësh pak dorën, kjo vajzë është, unë do të quaja një kampione e fakultetit tonë, sepse është jo vetëm një vajzë e mirë me Morë, si të mos arsimohesh është e vështirë. Mos arsimimi i ka pasojat më vonë. Si të bësh punën e ëndrave dhe si të bësh një punë që nuk e do është e vështirë, të dyja janë të vështira. Unë kam zgjedhur të vështirën më të bukur, me pa fund sakrifica, me dy vajza që i ka munduar shumë dhe ju kërkoj falje, jam pa fund mirënjohëse për bashkëshortin tim që e kam aty që ka qenë mbështetja më e madhe. Bëhet gati për një tjetër departament. Unë duhet të them në fakt se është një departament i cili dallohet jo vetëm për nivelin akademik, por sigurisht që dallohet dhe për organizimin e aktiviteteve shumë të rëndësishme ndërkombëtare në botën e gjeografisë, por dhe të gjithë studentëve që diplomohen sot, për gjithë mbështetjen në rrugtimin e tyre, por edhe në rrugtimin e përbashkët të departamentit në kërkimin shkencor dhe në formimin e tyre akademik. Ju falenderoj pafundësisht. Do më lejoni që në këtë ditë të veçantë për studentët tanë, me shumë emocion falenderoj njëkohësisht në aspektin e krijimit të hapësirave për punësim në institucionet tuaja të vartësisë. Agjencia Kombëtare e Zonës janë bashkëpunëtore të ngushta të Departamentit Gjeografisë dhe ne sot jemi ndjerë krenar që në mëngjes në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë
u takuan me rastet tona të suksesit për të përçuar tek studentët. Student i shkëlqyer Elsa Rahim Tolene. Vesha po thoshte për të bashkëpunimin me institucione dhe punon aktualisht në institucion që lidhet specifikisht me fushën që ke studiuar. Përshëndetje të gjithëve, unë aktualisht jam praktikante tek Agjencia Kombëtare e Bregdetit në pozicionin specialiste, ku merrem me punët akademike me punën administratë publike. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Sa kohë ke marrë? Tani sapo ka filluar direkt sapo mbylla masin shkencor. I bie që ministra mund mos ketë qenë atëherë kur ka. Mirë, ndoshta i gjitha porave në Shqipëri. Shkrimtar, unë. Pyeta gazetar. Pyeta gazetar dhe jo shkrimtar. Gazetar unë, shkrimtar Ben Blushi dihet. Mirë. Është kënaqësi të ftoj në skenë drejtuesit e Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe të Letërsisë, profesor doktor Dimitri Bello dhe profesor doktor Persida Aslani. Që ne të mos zgjateshim kur flisnin dhe na porositi deri minutën e fundit shkurt, lehtë, thjesht. Por i dashur Mark, disa duket pallati i kongreseve që ka shumë i rrezikshëm dhe të gjithëve na nxiti që të flasim diçka më shumë, por unë dhe Dimitri do ta mbajmë fjalën. Do t'ju përshëndesim me fare pak gjëra dhe do t'i lëmë më shumë hapësirë studentëve. Departamentin të Gjuhës Shqipe. Sot përmbyllni një prej kapitujve më të rëndësishëm, nga më të rëndësishme të jetës suaj, folin të investimeve tuaja të dijes. Në klubin e dramës të Fakultetit Historisë Filologjisë, sa Rifat Krasniqin për të marrë një certifikat të saj. Edhe shumë faleminderit. Është shumë, nuk mendoj që do kisha emocione, por që nga shumë emocion kur diplomohesh. Po, unë pasi mbarova jam diplomuar tani në bachelor dhe në shtator fillova. Turë shumë suksese, nuk e di se ka redaktorë të tjerë këtu, por meqenëse ministra ju bëri thirrje për t'ju bashkuar administratës kur dëshiron, unë mund t'ju them që një redaktor mund ta punësojë në një shtëpi botuese që e ka njeriu im, pra mund ta aplikon. Ka po ofroj dhe unë fond të punë pas një lloj. Prindër krenar, i nderuar ministre, rektor, dekan, të respektuar kolegë. Jemi të fundit, po jemi shumë të mirë. Të fundit se historia fillon me këtë. Shqipëria ka nevojë për ju dhe ju do ta bëni krenar atë. Ashtu si kundër dhe familjet ka nevojë që ju të qëndroni. Student excellent. Eriane Muhatri. Denata bën një hap përpara. Unë shpresoj të mos rreshtohesh kurrë dhe ti je sigurisht gjithmonë dinjitoze ashtu siç je si një studente ekselente dhe me që jemi në departamentin e gjësi shumë e veçantë. Ajo që do të marrë nga ky departament, pavarësisht gjithë këmbguljes, ambicjes, dëshirës dhe pasionit që kam realizuar në lidhje me profesionin tim, në fakt, bëri një falënderim që në çdo ditë të vitit akademik gjendet brenda nesh, sepse sigurisht që pedagogët, studentët, organizimit dhe për ata sigurisht që është gjithë energjia dhe dëshira jonë. Por janë ca njerëz që shpeshherë njerëzit e ekranit i quajnë njerëzit e kuintave, ata që qëndrojnë pas kuintës. Autor dhe kësaj surprize dhe po i marr këtë vlerësim jo personal, po që i përket gjithë stafit ndihmës akademik dhe administrativ të Fakultetit Histori Filologji. Sepse ata janë një komponent, janë një kolonë e rëndësishme e gjithë e Universitetit Tiranës dhe meritojnë të vlerësohen maksimalisht. Ju falenderoj të gjithëve. Të s'kon që na shumë e vështirë, shumë emocionante. Dy fjalë ka bullying, ne kemi bullying, shkurt se kemi gjithë të bëjmë me bullying dhe në përgjithshme është gjithë mirënjohja jo vetëm e stafit akademik që do fluturojnë e do rokin ajrin, por dhe udhëtarët që mbajnë në duar dritën e dieve. Në këtë udhëtim, edhe klubi ynë ka ndaluar në 6 stacione kryesore, 6 stacione të njohjes. Timeve që pulsojnë. Ajo ndriçon të kaluarën me dritën e së vërtetës.
duke u bërë kështu ura që lidh kohët njerëzore me identitetet e sotme, të përbashkëta dhe njerëzore. Po, Desata, gjuha është shtëpia e shpirtit, ndërsa letërsisë pam shpirtin e kombit të flas. Në vargjet e fishtës pam zjarrin e dheut, ndërsa në prozën e Kadares misterin e njeriut. Në vargjet e Lazgushit pam zhduket, ajo që ndron e fshehun në rënoja, rje verbuar në ndhe, në mesdheun plak, do të thoshte poeti për na treguar se njeriu nuk jeton vetëm për të ndërtuar, por edhe për të kujtuar çfarë ai ka qenë. Të dashur miq, unë jam Maria e klubit. Gjeografia është shkenca e udhëtimit, e vendit dhe i njeriut që e banon atë. Në harta, rrjedh. Mes për mes në Shqipëri, drejni plak e i përrallshëm që mburon Prishëndoni. Sepse rrugët që të shojnë në shtëpi janë gjithmonë të vështira, por ato do të mësojnë gjithmonë si pushjet. Të dashur miq, unë jam alumne e klubit. Gazetaria është arti të thënit të së vërtetës. Në çdo intervistë, në çdo shkrim, në çdo lajm, shtyp, radio e televizion. Qeshurini, bota, është e jote. Kjo dritë do na shoqërojë në çdo udhtim, në çdo fjalë, e në çdo kujtim të viteve universitare, sepse ne jemi FHH.